A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhalla xjalaluhu, krijuesit dhe udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastër, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e pastër të Muhamedit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot inshallah do të flasim në vazhdimin e ligjëratave tona ku jemi duke folur për forcën e besimit, fuqinë e besimit. Do të flasim inshallah për një prej sfidave të mëdha që sfidohemi secili prej neve, ajo ka të bëjë me sfidat dhe joshjet të cilët na jep kjo botë e përkohshme. Shumë prej neve mashtrohemi pas kësaj bote. Dhe për shkak aspiratave dhe lakmive tona të mëdha për të marrë sa më shumë prej kësaj bote, për të rritë standardin ton, të fëmijëve dhe pasardhësve ton, anashkalojmë obligimet që I kemi karshi Zotit ton. Duke harru se kjo botë për ne është botë kalimtare dhe vetëm sa me fitu të përhershmen me u kthy tek bota ku ka qenë Ademi alayhis salam dhe Hava alayhis salam. Kanë qenë prind ton të parë, janë dobu për shkak të mëkatit, kanë ardhur në një botë të përkohshme për me tregu veten se janë meritor për me u kthy të përhershmen në xhennet. Edhe neve e marrim këtë botë si të tillë, si botë në cilën kem ardhur me fitu të përhershmen, jo me pasionim, që unë qëtu ju marrë dhe që do me pas synimi kryesor edhe e harroj unë e Zotin tim. Përkundrazi, e fitojmë për të mirave të kësaj bote, pa e harru dhe anashkalu obligimet që I kemi ka shi krijuesit të botrave, ka shi Zotit ton, Allah subhanahu wa taala. Unë se harroj Zotin tim, unë jam tokën e tij, unë haj riskun e tij, për ushqimeve tij e ushqej vetë dhe familjarët e mi, për ujit ti, ngrohem me dillin e ti, ecim mbi tokën e ti, pi ujin e ti, posedoj shëndetin që e kam prej ti, çdo send e mirë që është për Allahut Teala. E si unë mund të anashkaloj dhe të jem jo falendërues ndaj Zotit tim. Si mundet njeriu sot me anashkalu Zotin e vet? Ka synin që spaguhet me pare, ka vesht, ka gjuhën që ka me mia qeliza të cilët janë transmetues të shijeve të ndryshme. Dhe përsëri mos me falënderu Allahu Teala, kjo truni që për një moment është në gjendje me t'i artikulu mendimet në fjali. Për një moment, jem të fol para juve dhe mendimet janë duke dalë prej shkronjave të kriju fjalë dhe fjali dhe del dhe shpejtësi maramendse që sa arrin as një inteligencë artificiale atë çfarë Allahu na e ka dhënë. Ne. Dhe përsëri mos me qenë falëndërues, përsëri mos me fal namaz, përsëri mos me I kry obligimet që I kam karshi Zotit tëm, dhe me mashtru mu bota e përkohshme. E Allahu Teala thot në surat Fatir, o ju njerëz, s'ka dyshim se premtimi I Allahut është I vërtetë. Allah po treg vërtetën, që ki me dalë me dhon llogari para Zotit ton, s'ka dyshim se premtimi I Zotit është I vërtetë. Mos ju mashtroj jeta e kësaj bote dhe mos ju mashtroj juve ndaj Allahut I mashtrumi, shejtani. Sa ju mashtru, shejtani malku mu dëbu. Premshirës Allahu Teala, mos ju mashtroj I mashtrumi, thot Allahu Teala. Se shejtani që si ra sejdë Zotit është ai I cili ndikon që edhe ti mos mi ra sejdë Zotit. Është ai I cili ty ndikon që mos më qu me fal namazin e sabatit, me kry obligimit ka shi Zotit. Është ai I cili e shtin motrën tonë, femrën, vajzën tonë, motrën, nonat tona, mos me umbulu. Përshka shumë ma më rëndësi e kanë mendimin e tjerëve për ta, se mendimin, se sa çfarë mendon Allahu Teala për ta si krijes. Fare sy për shtypje që jam të mkatu karshi Zotit tem. O ju njerëz, thot Allahu Teala, keni kujdes ndaj Zotit tuaj dhe keni frikë ditës kur prindi nuk mund t'i bëj dobi fëmijës vet, e as fëmia nuk mund t'i bëj dobi asnjë send prindit vet. Se premtimi I Allahut është I sigurt, mos ju mashtroj jeta e kësaj bote dhe mos ju mashtroj ndaj Allahut djalli mashtru, surat Luqman ajeti 33.
Pastaj thot Allahu Teala në surat Yunus, ajeti 7 dhe 8, ata që nuk e presin takimin ton, që janë të kënaqur me jetën e dunjas dhe kanë gjetë prehje në ta, dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona, vendi për tillë është zjarri për shkak të asaj që punojnë. Janë këto kërcënime të qarta. Ata që shpresun takim me Zotin, se njëri me pas për një me imanin, besimin, se unë këmë dalë, këmë dhonë, logari ka shikriusit tem, këmë taku Zotit tem, vëllahi nuk mundet mos me falë namazin, dërun vlazën. S'mundet ky me najt kaq indiferent kur është ke ligjet e Zotit me hangër haramin, dhe të e di se Allah po e vëzhgën, dhe ka me marrë logari. Mos lejo vëlla me të mashtru shejtani mallku. Di se ka ditë takimi dhe Allah i po na tërhek vrejt. Surat Hud ajeti 15 dhe 16. Thot Allahu Teala, kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, ne do të aplotsojmë aty në shpërblimin e veprave ty në ta. E aty ne nuk do të mungojë gjë. Kush ka për synim dynjan, apo do dynja, kërë të mirë, kërën e mirë të jep Allahu Teala. Apo do gru të mirë, të bukur, edhe ato ki me marë. Apo do shtëpi të mirë, edhe ato po thot Allahu Teala ja japune. Të gjitha çka i dën për të mirave të dynjas, se thot kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, ne do t'u aplotsojmë aty në shpërblimin e veprave të ty në të, dhe aty në nuk do të mungojë gjë. Dhe sa tillëve në botën tjetër u përket vetëm xhehenemi. Ama e kanë kry bonusin e tyne. S'kan çka lypin te Zoti, se synime kanë pas fillim barim veç në këtë botën e të kënaqur. Jeto vëllau, se një jetë e kemi, leti këto pallavrat mitet që i folin këta dojnë me na kthy neve mrapa, një herë me ardh, graj, kënaqu, edhe ke mirë, ti, iq mos u mërzit, se s'ka send në dynja, jemi ardh mu kënaq, edhe kënaqu deri në fund, veç ati për të mundësia, se s'ka, basar neve dikush me na kallëzu pra se bota. E për tillët, Allahu Teala thot, ja u japun e këtyne. Me yurid dunya nu'timina. Kush e do dynjan ja u japim. Pe dën, merr. Ama në atë botë tjetër, mos shpresojnë e sen tjetër, për tillë kam përgatitur xhenem. Ajo që punun dhe veprun ata, ka dështu dhe është asgjësu. Ka dështu i tër vepra, i tër mundi i tyne. O shku për hiq, mos përdori shprehje tjera. O shku për hiq. Aja vlen, e një të vrejt që është vdiset, sa letë vdiset. Bjerë në gjumë dhe nuk zgjohesh. Del në rrugë dhe nuk kthehesh. Ndodh një ndeshje komunikacione. Rrin me tutë mos po vjen ndaj virus i ri, e po na ka plan ndaj smuje asgjësuse, e po na myt. Prej Zotit s'tutet, prej dynjas, e ka tutën e riskut, e ka tutën e standardit. E thot Allahu Teala, a nuk e di ai që ka kriju kur dihet se ai depërton thellësitë sekreteve i një hosit. Allah i di sekretet, i di çdo sa që më mësohet Mulk ajeti 14. Thot Allahu Teala në Surat Al-Hadid ajeti 20. O njerëz, dini se jeta e kësaj bote nuk është jetë vetëm se lojë. Kalim kohën arktim, stoli, këto nuk janë llafet e mia. As ti njeri si ka thonë këto llaf. Këto janë llafet e krijuesit ton. Po na të rek vrejtën, që ju kompru me një botë përkohshme, dhe dije se nuk ka tjetër përveç se lojë. Du më jo pa juve, qeni të bo, nëse ju japon e krete, ju kom dhonë nefsi, ju kom dhonë epsh, ju kom dhonë të mirat e dynjas. Edhe po du më ju këqyr, juve tash qeni të bo. A do në me harru Zotina. Allah i po të thëtë. Këto e në fjallë të Allah, Surat Al-Hadid, ajeti 20. Po të dine se jetan këtë botë nuk ka tjetër përveç se lojë. Kalim kohë, narktim, stoli, krenari mes josh dhe përpjekjen shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. E ke pa që shkrenohen, kom kerën më të mire, kom shpinë më të mire, kom gru më të mirë, ani do milorada, subhanallah, që e qëtë grune, desh grune, fotografon grune dhe livdo, dhe kom grune, kom qevone, ku të ma livdojnë grune, thot. Subhanallah, dhe juz bre, dhe juth. Njeri që s'ka fije të ftyres edhe të zilis, krenohet, mja po dikush atë që Allah e ka urnu, më kujdes për ta, me rujt, sa ndi vlefshë më gruja për ty.
parat s'ka qef mja dit kush sa i ka, a të kalzën gjërë llogari sa ki, në shtëpi çka ki, sa të bën shtëpia, çfarë pare ki, sa alltan ki, ko keshi sende. S'dën, se ka të vlefshme, ama gruan thot kom qenë ma pa njerëzit, subhanallah. E që është si shembull i një shiu për cilit bima i habit bujqet. Këtë botë ka krahasu Allahu Teala, ka thonë sikur shiu kur të bjerë e dalin bim shumë edhe bujku knaqet. O rrit gruni, mashallah me pa shqyqër zotit lëshoj uj. Po ajo pastaj thahet dhe e shehat të verdh, mandej bëhet e thyme, e lomitur, e në botë tjetër është dënimi i rand. Ç'është Allah njëre tjep ty, forcë, rrite, sikur bima. Forcosh, edhe materialisht, edhe fizikisht, kreta tjep. Pastaj thot, thahet, fillon mu rrudh, edhe njeri, sikur bimat, ka krahasu me biman. Zverdhet, ne zbardhohemi, pastaj thyhemi, fillon me të krys, fillon dal trupi me shku ka toka ku kemi vendbanimin e përhershëm. Ama nëse ke arru Zotin, thot dënimin është i rand botën tjetër, po dhe falim katësh dhe dhurimi knatësis nga Allahu, për ata të cilët e kanë respektu Allahu. Për dikon ka xhenem, për dikon ka xhennet. Jeta e kësaj bote nuk ka tjetër vetëm se një për jetim mashtrues, po thot Allahu Teala në Suratul Hadid ajetin 20. Edhe tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, tha ittaqu dunya, rujuni dynjas, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se dynjaja është amël dhe është jeshil, të ngreh dynjaja. Keni frikë si pa e fitoni të mirat e kësaj bote ndërum. Se tha pasha Allah, nuk jam të u friksu prej varfënis, që keni më konë fukara, se ishen fukara sahabët, ma gjirët dhe esarit, Mekasit dhe Medinasit në fillim. Ja u këshin uzurpu pasurin ma gjirëve kër u shpërngullin nga Mekë e në Medine. Ja u këshin grabit të mirat e dynjas. S'kishin gratë. Tha Muhamedi alesa, nuk kem të ju në që keni më konë fukara, se Zoti shumë kam ju dhanë juve. Po unë po friksohem se do t'ju shtrihet juve dynjaja ashtu si që është shtri atyne që kanë qenë para juve dhe do të garoni për ta ashtu si që kanë garu ata e kështu kam ju shkatru sikur që i ka shkatru ata. E ke po mërë vla sa njëri sot ka pare me shku edhe më këthy në haq, nuk dënë me shku. Se ka po synim shpin, makinën, martesën e fmive, ndrimin e mobiljeve me nënda shpis, shetin ka me shku në pushim, se si pas ka qu fëmijët në pushim, e së shkon me kry obligimi ka shi Allah Ta'ala me shku në haq. Nuk e jep zeqatin. Të mashtron dynjaja, garon, bën qmëz, me 100.000 euro po jep me ndërtu shpin, nga ton, pe pys pse ti ton kohën për rinë jashtë, pse gjithë këtë shpit madhe e ke ba. Në bajnë mend, bi 800.000 frank pa të thonë një shqiptar, e kom ba shpin ka dëndë. Që shvla gjithat parët madhe. Që ke ba gjithat palat madhë sa parën e kështin, e një herën vjeta shkon asë shkon 2-3 javë. Dhe e kom ba që ta, se imi kon familje fukara, në të thënë katuni, vallah, filanve, fmite filanve janë bo, që ka bo shpia ma e mirë më konë katënd, se mi konë matë në qmumit katënd. Kjo është me bo gara që për të thëtë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Me pas kerin ma të mirë, me pas shpin ma të mirë, telefonin ma të mirë, gjdo sen më konë ma e mira e këtia, ama kjo nuk fal namaz, kjo nuk shkon në haq, kjo nuk jep zeqati. Kjo është i mashtru mas botës, mas jetës e përkoshme subhanallah. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, dynjaja është e amël dhe jeshile, dhe Allah ju ka lënë ta dhe i shikon çysh keni me veprun ta, çfarë punë keni me bë. Andaj keni kujdes nga dynjaja dhe keni kujdes nga gratë. Hadithin që e citova na e transmeton Imam Muslimin sahihun e tij. Ittaqu dunya wattaqu nisa. Jo valla si ta lype o gjosh se vap me shumë zjarmin. Ani kalzan Allahu Ta'ala të ditë kiametit kur të hedh ty në zjarr. Shumen mush me shymë mas në zjarmin e xhehenamit. Ose ajo femna që e lakmon parën e dikuj dhe nuk e ruan derën e saj dhe shkon në kthetrat e këtyne ujqve të moralit të tyne. Edhe e shet vetën për pak sende shet.
apo xhallarët të cilët i shesin fenë e tyne për të mirat e kësaj bote, që thot pejgamberi sa keni me pa fitnë, sprova, mas meje. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Zgjohet mu'min sabah e za akşami kafir, e za akşami mu'min e zgjohet kafir. Zgjohet si musliman, e hala pa u bë akşami, kur bëhet akşami ky hen si kafir. Apo e za akşami si musliman e zgjohet si kafir, si pa besimtar. Pse? Jebiu dinahu, e shet fejnë e vetë për pak të mirat dynjas, atë Resulullah s.a.s. për qëllimet e dynjas. Kanë dhënë pozit. Thuje që tone, bëne që tone, dhe ky për me marë pëlqimet e tyne, ky është në gjendje, hadith transmeton Muslimi, ky është në gjendje me shit fejnë e vetë. Ky shet fejnë e vetë, ky i bën bidatet, ky bën 7-14. Ky feston net të mdhaja. Natë e regaibit, natë e mirajit. A i ka po pejgamberi a.s. Që ka po pejgamberi a.s. Po që shdoj kena gjetë, na du të mi bo që të sene. Po s'kan bazë këto në sunnet pejgamberit a.s. Qysha s'kan do natë e mirajit, po kanë do dhe Israja dhe mirajit. Ama nuk e dim cilën datë kanë do. Nuk është e vërtet që natën e 27 mujtë Recep kanë do që ne mu që me festu. Po edhe nëse kanë do se ka festu Muhamedi a.s. Si kam ledh njerëzit, po e përkujtojmë se vitin e kalu mune, shkova nalt, e mu dha mu pas të në urdhër për me falë namazin, dhe ne duhet të kujtojmë këtë, ta bëjmë manifestim neve këtë punë. A e boni pejgamberi sa? Jo. Sahabët a e bon? Jo. Kush jeti dhe unë me e bo këtë punë? O Hoxha Efendi. Që ma vend shallin e bartën, kry, sa rrota traktorit mush me e pas nëse i larkë sunnetit ke deviju. Ti dhe çdo njani që të pasën. Pasu Allahun dhe dërgumin e tij, Muhammedin a.s. Nëse e kanë bon sahabët e bëjmë ne, që shtot Imam Maliku, që ka qenë din kohën e Resulullah s.a.s. është din deri në ditë kiametit, është fe deri në ditë kiametit. Çka s'ka qenë fe në kohë pejgamberit a.s. Pa nuk është fe deri në ditë kiametit ndërun vllazë. Nuk ka fe. Se ka bon Muhammedin a.s. se bëja sone. Mos e shit dinin për lavdatat njerëzve apo për të mirat e kësaj bote, se ta kanë ndalu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ajo për cilën friksohem, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në hadith tjetër, ai që ka breng ahiretin, Allahu ja bën pavarësi në zemrën e tij, ja mbledh gjanat, ja bjerë dynjan, kush ka tut Zotin. Mos u tut, riskun ka me ta sjell Allahu Taala. Le të qese prej punës. Mos lësho pe, o vlla. Qka e din që ka në fe, fole, po jem qesi për punës. Së të analin ty, Daveti, së të analin në riskun dhe qesi për punës. Ka qitë edhe para teje për punës. Po së në ka analin riskun. Dhe ka dit kiameti që kem me dhonë logari dhe kem u balafacu me zullumqarët. Mje për ata të cilët bëjnë zullum. Mje për ata të cilët e pengojnë Davetin. Thirën rrugë të Allahu Teala. Dhe arsjetohen me arsjetime bosh. Ditë kiametit do të takohemi me gjithë tillët. Mos lësho pejnë der vlla i ri, që i rishtas në thirrjen e Zotit. Përmbaju librit të Zotit dhe sunetit pejgamberit të Zotit alayhi salatu wassalam. Sunetit pastër të tij. Dhe pështetju Allahut, bën tawakkul në Zotin, mos e të mashtroje dynjaja. Dhe me lejen Allahu Teala do të çojë Allahu Teala riskun, dhe do të bëhet bereqetshëm llafet e tua, dhe do të bëhet dashur tek njerëzit. Ai që e ka breng ahiretin, Allah ja bën pavarësi në zemrën e tij. Bën e dert ahiretin tënd, ai të fitu kënaqësinë e Zotit. Zemra ka më kon rahat. S'ka mu ballavaçu me këqyr tash çfarë thot ai, mos po mqesi për punës se apo ma japin rrogën, as po më japin apo më lajn pa punës. Kjo vlen edhe për xhallarët e gërbetit. Dhe të ata kom vrejt, kësi frikë të riskut, mos me mund me ja thonë gjematit. Gjemati ja imponën hoxhës se çka do të me folë në xhami. Subhanallah. Ata i kallëzën hoxhës. Ja hoxh, s'guxo me folë ti këtë punë. Çështu e kena gjetë, çështu kena me vazhdu. Doktorit se të kërkosh kështu ne. Ama hoxhës po, hoxhën po. Ata i kallëzën. A mjekot, mësë përzi ka kry shkollë doktori. Kush jeti mi kallëzu doktorit, a do të qështu në mushërua jo. Kërkush si kallëzën ati recetet e gjyshës.
Ama hoqës po, këtë kanë me kalzu. Pletë shtonë se kanë bo, e mulla filoni se ka bo, as ti s'guxon me kalzu këtë hadith, edhe ai prej tutës mënohet me mshë fejnë Allahu Ta'ala. Ai që ka breng dynjan, vazhdon hadithi pejgamberit të resam, këtë hadith që sahih transmeton Tirmidhiu, Imam Ahmedi, Darimiu, Tabaraniu. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai që ka breng dynjan, Allahu ja bën varfnin me syve. Ja shpërndan gjanat. Ai që më thonë ja shpërndan gjanat. Punën prej sabah deri në akşam edhe sunë mlet, sunë përthakon riskën. Lodhet, sakatohet. Sunë bën, kur gjo sunë bën jetën e tij. Ja shka për derdh Allahu Ta'ala. Ja bjerë syt, ja mush veç dynjo. Lemërë që ka folin ata xhamis, kolla e ka në xhami aty bla bla, gati fito se s'tjep kërkush. Ama haram, po nahet më kush po këshur haram këtë zaman. Zamani e qaj zaman në ndërun vlazën. Qaj dilësh, qaj hanësh, qaj tokësh. Pese i ka kryu Allahu Ta'ala. Ne jemi ata të cilët do t'japim llogari për të bëmet tona. E dynjaja nuk i vjen përveç se ato që ja ka caktuar Allahu Ta'ala. Ton ditën që ka të syt gaca me të qit, se nuk të vjen përveç se sa e ki risk. Mëno. Te apo menon se si të vjen dhe merr rishfete me kamat fiton, me haram, me shitje të alkoolit, po menon se kjo është risku. Kjo është ngarkesë për ty ndërun vlla. Ngarkesë, çka sprove dynjas. Pa dhe ke kujdes se çfarë je duke bë. Pa dhe tha pejgamberi alayhis salam, tu i thon sahabëve, tha unë jem në këtë dynjë, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk jam ndryshe përveç se si një kalors i cili pushon në hijen e një drunit gjatë rrugtimit ti e pastaj vazhdon rrugën e tij dhe shkon dhe e lën hijen. Dynjaja është kështu, një pikë e pushimit, e ndalesës dhe vazhdon. Jenë bark të nanës, janë këtë botë, kemo kanë jetën e varrezave dhe jenë botën e shpërblimit apo ndëshkimit, varësisht që kemi gëlitu në këtë pikë të ndalesës. Prandaj është shumë me rëndësi se si po sillesh me Zotin tënd, se tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dynjaja është e mallkume, dunya mal'une. Dhe e mallkume është ajo që është në të përveç përmendjes Allahut dhe asaj që e don Allah. Veç dhikri Allahut s'ki me mallkum ditë kiametit, edhe dijes djetarit, edhe dijes që mëson. Nxënësi që mëson për djetarit. Pse është e mallkume? Se dihet xhenemlia ka me mallku dynjan, pse u mashtrova mas dynjan, se humba xhenetin. Ma xhenetlia e mallkon, se thot pse qatë shumë kohë kom qu mas dynjas e s'kom lexu Kur'an, s'kom mësu me lexu Kur'an, s'kom shku në hax, s'kom shku në umre, s'kom dhënë sadak, jem mashtru mas dynjas. Dhe e mallkon, thot, koga konë e mallku me dynjaja. Illa dhikr Allah, s'ki me mallku qatë dhikr, qatë namaz, qatë lexim Kur'anit, qatë përkujtim dua që e ke po për hir të Zotit. Dhe s'ki me mallku qatë dije që e ke pas për Zotin. Dhe djetarët që të mallkuam dhe nxënësit e dijes nuk janë të mallkuar. Tjerat të gjitha janë të mallkuar. Subhanallah, shembull të njeriut i cili ka qenë i sprovuar me dynjan dhe ka menuar se çdo sent është në këtë botë veç pasunia, Allah na ka dhënë shembullin e Karunit, që Allahu i ka dhënë aq shumë pasuri të madhe, sa që thot, ne i patëm dhënë atë shumë pasuri, sa që një grup i fuqishëm mezi bartnin qelsat e pasurisë ti. Shumë i ka dhënë. Magazinat që i ka pas me ari, argjend, me pasuri, stoli të ndryshme, atë shumë kanë qenë të mbushura dhe të mëdhaja, grupe të njerëzve dash me abajt ato qelzat e mëdhaja që me i qel pasurin që e ka pas dhe ka grumbullu ai person. E muslimat i theshin ati, besimtarët i theshin ati, mos u kreno aq fort sepse Allah nuk i dën të shfrenumit. Sot ka sa ajeti 76. Allah na ka kallëzu për këtë person. Karuni ishte nga populli i Musës dhe e shtypte atë popull. Sot ka sa ajeti 76. O koni popullit Musës alayhis salam, po u ka afru te faraoni, do të thonë o kon prej Ben Israilve, e faraoni ka qenë prej kiptasve, prej egjiptasve mendes, e ky ka bo pasuri, tu ja afru ati, tu ju larit ati, sa në lipers, sigur që sot shojmë,
që e harron fenë e popullit vet, e harron kulturën e popullit vet, edhe nëse i thot dikush do të me bë çet ligj e cila nuk përkon me fenë tënde, nuk përkon me kulturën e popullit tënd, po hatrit se po thënë ata, na duhet me pru ligjin i cili e bën që të njëjtës gjinime u martu. Na duhet me e pru këtë ligj, atë ligj, na duhet si që qështu pe kërkojnë prej neve, edhe ne i shkelim ato çfarë Allah ka kërku prej neve. Se tjetër kush për na thot, edhe na duhet me bo. Mëre, nona jote se ka njoft këtë ligj, baba jote se ka njoft. Qa me bo? Neve qështu për na thot, na kena me bo që gjështu. Ne duhet me ma për kulturave të huja gjanat të cilët janë të mira për ne. Nëse e kanë kulturën me lexu, duhet edhe ne me marrë atë njëjtën kulturë, më mësum me lexu. Nëse e kanë punën si kulturë që punojnë, edhe ne duhet me punu me qenë punëtor. Nëse kanë që respektojnë njëni tjetrin, nuk vjedhin, nuk mashtër, edhe neve duhet me marrë nëse e ka këtë cilësi të mirë, por jo me marrë cilësi të këqia. Po divorcoj kanë edhe në normale është, sa divorcohen ata edhe ne divorcohen me lëshem grunë, shem burrin, ndahemi. Nëse është kulturën e tyre mos më për kujdes për prindon normale është, edhe unë nuk kujdesna për ta. Mëse merë sendet të cilët nuk janë normale. Që ka normale me tradhtu në bashkëshortësi, në martesë. Normale të ata, normale edhe të una, apo? Ja, mëse merë një gjë të tillë. Allahu Teala na ka tregu për këtë, se ky person i shtargu Allahu Teala. Allahu Teala pasana e ka marrë dhe i ka dënu, e ka shafit Karunin, këtë njëri me këtë personalitet, i cili mendonte se pasurin e ka arrit me aftësit e tia. Se ky e mohonte dhuntin Allahu Teala. Shëshoni ky sa është i ngjajshëm me disa njerëz sot, që kur t'i thu mashallah pas ka dhënë Zoti, kush Zoti? Kret këta e kom arrit fal mençurisë time dhe punës time të palodhshme. A din o sa kom hekune? Hë? A mojëm koni meqëm, ka punu radaka, kom punu edhe me punë. Ditë e natë, jo për Zoti, çfarë Zoti? Me pas netu në xhami, isha bo që qështu si ti. Po në kom punu, kret e kom sa e dijes time. I neti lafe ka thonë Karuni, sot Kasas ajeti 78. Tha Karuni, më zhdhon vetëm sa e të dijes time. Po a nuk e din aj se Allahu shkatroj para ti nga popujt e lasht asisht, që ishen edhe më të fuqishëm, më të pasur saj, po në katarët kriminel, as që do të pyetën për fajet e tyne me që Allahu e din. Ky dilte para popullit vet, që kujteke se çdo sa dhe ka prej dijes vet, sikur të ne që njerëz mendojnë se e ka me talentin e vet e ka të fituar me atë. Se këqyra është halal, është muzika halal a haram. Ani unë shkoj në qabe, ama e bëj, apet e bëj këtë haramin. Unë çto kam arritur në kom me majt familje me haram apo. Mos me këqyra është e fituar me mënyrë të lejuar apo të ndaluar. Ky dul Karuni para popullit vet me stolinë e vet, ata që kishin synim jetën e kësaj bote thanë, të kishin pas edhe ne si është dhënë Karunit. Vërtet është nafakali, është fatbardh, sot Kasas ajeti 79. E besimtarët e sinqert që shishin se që ka fituar me çfarë zullume ndaj popullit vet, e ka fituar pasuri me haram, thëshin, thot Allahu Teala sot Kasas ajeti 80, vazhdim të ajeteve të mëparshme, ata që ishin zotë të diturisë, ata që kishin dije, ju thëshin të mirët ju, shpërblimi Allahut është shumë më i mirë për ata që besuan dhe bëjnë vepra të mira, po atë nuk mund të arrije kush përveç të durueshme, sabërlive. O të Allah i kini shpërblimin e madhë, sabër. Mos në akmoni këta që kanë arrit më haram. Se të Allah i shpërblimi më i madhë. Dhe që kanë ndodhi me tillët, Allahu Teala e shkatërroi, thot, ne atë dhe pallatin e tij e shafum në tokë. Sot Kasas ajeti 81. E ka shafu toka, e ka gëlltit pallatin me gjithë atë pasuni të madhe, bashkë me tane, ka dali ka qu të poshtë. Dhe veç Allahut nuk pati që të mbrojë, e as vetë nuk pat mundësi që të mbrojë, që kuj meqmin që dhe ke unë vetë i këmbo, hajtë mbrojë ju. E as sert kush që ta lakmitar që ju lareqin këti i vishën nga të kur, kush sert me mbrojt?
Po këtë e panë që ka i ndodhi pallatit ti, këti mendemadhin. Kër shkatru faraoni, u shkatru edhe ky. E ata të cilët deri dje lakmun të ishin vend ti, fillun të thënë, a nuk shini se Allah me dëvërtet je begati dhe komoditet ati që dën nga ropët e ti, dhe ja mungon ati që dë. Allah i kuj do i jep, dhe ja mungon kuj dën. Mos me nëpë se s'ki sa aj se Zotit a ka dash një të keqë. Ti përva ki e shumë ma i lumëtu me grunë tënde. Sa pasanikun që fiton me haram e she është i mërzitshëm, është i paknaqëm me jetën e ti. Totalisht. Është ngajle nderde, që ka me shti malin, që ka me shi, që kanë me adhon borgjet, që është me mashtru dikën, qëre sa të mërzitshëm i ke të tillët. Ndërsa besimtari ndoshta se ka pasunin e tij, po e ka shumë mirë raport me grunë dhe fëmijët e tij, me prindët e tij, me jetën e vetë shumë më i gëzueshëm, më i lumtur se sa ata. E sikur Allahu të mos bënte mëshirë ndaj nesh, do të na sharronte në tokë, thoshin këta, edhe neve, sikur që e boni këtij sahabi se si jo besimtarët nuk gjen shpëtim. Allah mos na bëf për aty në të cilët fitojnë haram dhe shpenzojnë haram. Allah na bëf për aty në të cilët e fitojnë halalin dhe e shpenzojnë halal me u afru Zotit tyne në adhurimet e tyne. Allah na shtof riskun e mirë, Allah na dhasht gratë mira, pasardhës të mirë të hajrit, dhe Allah na dhasht jetë të mirë në adhurim ndaj Zotit tonë. Vetëm kur të jemi rob të mirë të Zotit do gjem qetësinë, shpirtin dhe mendjen tonë dhe do të kënaqemi në familjarët tonë. Allah na dhasht risk të bollshëm dhe Allahu na bëv që synim fillim e mbarim të jetë ahireti, as si të mos mashtrohemi me të mirët e kësaj bote dhe ta na shkalojmë ahiretin dhe të mos shiqojmë a i fitojmë me halal apo me haram. Allah na dhasht risk të halalit deri në takimin tonë të radhës, mbeqim për kujdesin e Allahut me risk të bollshëm nga Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.